dil bëj debat, thot, me këtë bëj debat, për lumat. Me bufin e Knetës bëj debat, pa a jenë vetë, as jenë vetë. A jenë metro, as jenë aq më tepër në kushtet kur bufi i Knetës është edhe në rrëshqitje e sipër. Çfarë debatit bëj? Bëj debat. Uf. Kemi ku e di pse nuk lëviz kjo probleme teknike këtu në Gjirokastër me Wi-Fi-n, ku diu. O Edi, tam parlamentin ke 15 vetë nga ministrat që janë në burg. Gjete këta viktima për 50 euro këlysh komunistis. Hajde, muhabet, hajde. 15 vetë nga ministrat, për kur ke numërvërsi, të dalin ty, me që po flasin për numërim. Po tani i bëni këto parazjedhe, ku ishi të 12 vjetë? Qa po bëjmë parazjedhe? Parazjedhe po bëjmë vetëm intensifikimin e komunikimit. Ku ishim 12 vjetë? 12 vjetë në rrugë me shqiptarët drejt Bashkimit Evropian, drejt një bote të re, drejt një ardhmeje që do t'jetë e tashme e përditshme e shqiptarëve dhe përfundimisht larg të shkuarës. Këtë kam bërë unë 12 vjetë. Ky bufi do të mundi të mbajë mend, qeshti, ofendo shqiptarët, jo më shqiptarët si ofendojnë fare, zero. Kjo ofendo shqiptarët është kot. Këtë ofendo shqiptarët ma thonë vetëm qyrykët. Se përsëris që kush mendon që bufi i Knetës dhe Kneta është rruga për Shqipërinë, ka problem me veten. Është problem. Këtë e them, s'është ofendimi shqiptarëve ty, ky është opinioni im. Vetëm ti, pse nuk ikët ju, po nuk ikët ju të harrojmë Europën. Europa do të na dënoj, do të na pranoj kur korrupsioni të zhduket, do të na pranoj kur zotri, Europa na ka dhënë planin, Europa. Këto janë teori. Europa na ka dhënë planin 2027. Të mbyllim negociatën 2027 dhe planin ja ka dhënë qeverisë shqiptare. Dhe janë 1000 veta që punojnë çdo ditë, 1000, këtej 1000 andej, që punojnë çdo ditë për të gjithë kapitujt e negociatave. Për çfarë flet tani, si do ta diskutojmë më tani, do na pranojnë kështu, do na pranojnë. Na kanë dhënë planin, në 2027 mbyllim negociatat, zotri. O zot. Çdo herë para zgjedhjeve plot projekte, sa morën zgjedhjet as 5% nga këto nuk realizohen. Jo më vëlla, jo, fare, hiç zero, ke gabim. Të tëra projektet kanë rrugën e tyre, të tëra projektet që nisin realizohen, nuk kemi bërë në fare nga këto që thua ti, hiç fare. Ka qelluar, për shembull, që ka mbaruar studimi i projektit të Ekurudhës Kuqezi, po e kemi prezantuar bashkë me qeverinë e Kosovës, po këto projekte që shef janë gjitha punë që vazhdojnë dhe bëjnë punën. E ke në gjithë historikun e Facebookut tim, shko, shif, zbrit poshtë, ditë e diel, ditë e shtunë, ditë jave, muaj vere, muaj dimri, zgjedhje, jo zgjedhje, është e njëjta punë që vazhdon. Okej, ju përshëndes. Ta mbyllim këtu sot se edhe sondazhisti Donald Trumpit me qira fjala rrjedhë qashtësisht, siç është e vërteta, që në 11 maj ka vetëm një fitues. Që të jemi të qartë. Gjithë mirët.